babi im ka pak problem me alkohol edhe në moment jam në shkollë është një kohë shumë e vështirë për familjen tim. Edhe kam problem me shkolla pak. Në çfarë moshe? Për gjithë, nga momenti lindje, ku jam 17 vjeç. Edhe unë nuk fokuson në klasë. Nuk kishe përqendruar. Jam pak hiperaktiv edhe jam intelligent. Edhe nuk e di në shqip, I was moved up 1 year. More quickly. Sepse në klasë unë nuk të gjohën edhe unë e din të gjithë and I was moved up. Po, pastaj ka problem me bulizimit, sepse jam më të vogël në klasë. Pra, ti shkove në një klasë një klasë më lartë, sepse ishe hiperaktive. Dhe në klasën që ishe më e madhja e klasës, të bulizonin... Po, sepse jam një vjetë më vogle... Me vogël, po, ishe me jam shumë i gjatë, edhe në shkolle jam shumë i gjatë. Po, është vetet, më gjatë me syse. Dhe të bulizonin për të, e ke vuajtur këtë? Është një kohë shumë e vështirë.